Nga lidhjet e forta me SBA-n dhe vizitat për të forcuar partneritetin strategjik me administratën e Trumpit, Maqedonia mori tarifa prej 33% për produktet tona që eksportohen në SBA, që janë ndër më të lartat në rajon. Më e larta në listën e Trump është Serbia me tarifa prej 37%, ndërsa Shqipëria dhe Kosova kaluan më smiri me tarifa minimale prej 10% për eksport në SBA. BE mori një tarifë prej 20%. Për ekspertët kjo është diçka e papritur, thonë se kjo do t'jetë një goditje e fortë ndaj ekonomisë së vendit. Goditja ndaj partnerëve tanë më të rëndësishëm tregtar BE dhe Gjermani, sidomos në industrinë e automobilizimit, do të na godasë edhe ne, thonë ata. Споменав дека извозот не е толку голем, околу 110 милиони евра, меѓутоа секако ќе влие на одредени компании. Не очекувам дека тоа во моментов би го намалило доаѓањето, да кажам, на странски инвеститори, меѓутоа би рекла дека многу поголем е индиректниот ефект, односно ефектот кој што нашите компании го имаат преку извоз на одредени производи кон ЕУ и потоа извоз од ЕУ кон Америка. Исто така мислам дека ќе доведе до намалување на идни можни инвестиции од САД, особено зборам за диаспората. Vendosja e tarifave ndaj BE-s do të kenë ndikim të madh si dhe kundërmasa ndaj tarifave që i përgatisin BE dhe thirrja për një marrëveshje të unifikuar. Sipas Trajko Slaveski, ish-ministri i financave, në tarifat e Trumpit nuk ka emocion dhe vende më të rëndësishme për Amerikën janë më të goditura se ne. Владата добро прашање, мора веднаш да види, да речам, да направиме на кост-бенефит анализа. Соединените американски држави кажа дека оставаат простор доколку земјите реагираат не сега да ги зголемуваат царините, она што им е најавено, да речеме, од земји како Јапонија, Јужна Кореја и Европската унија, туку да ги намалат. Мислам дека е најдобро ние да видиме колку можеме она што ни се забележува дека е трговска бариера на нашиот увоз од Соединените американски држави да го намалиме, со тоа да го одоброволиме и тие веднаш да реагираат со намалување на царината. Sipas Trump, tarifat janë përgjigje ndaj gjendjes së jashtëzakonshme ekonomike, i cili tha se Amerika është përdhunuar dhe e plaçkitur nga shtetet e tjera. European Union, they're very tough, very tough traders. You think of European Union, very friendly, they rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic. 39%. We're going to charge them 20%. Vende të shumta përfshirë BE-n kanë paralajmëruar kundërmasa të cilat do të intensifikojnë më tej luftën tregtare globale. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen paralajmëroi se ishte një goditje e rëndë për ekonominë globale. The global economy will massively suffer. Uncertainty will spiral and trigger the rise of further protectionism. The consequences will be dire for millions of people around the globe. Shtëpia e Bardhë tha se tarifat e reja bazë prej 10% do të fillojnë të vendosen më 5 prill. Tarifat reciproke megjithatë do të hyjnë në fuqi për disa vende më 9 prill.